Mbi 70% edhe vajzat edhe djemt janë në nivelin shqetësues dhe nivelin dopt. Me folë edhe pak për rezultatet, se tash kjo na ofron një pasqyrë dhe çka ka dalë saktësisht në rezultat, do të thonë, shikues dashur nëse ja keni filluar me na shikuar tash, jemi ty folë për holumtimin, për gjendjen aktuale të rritjes fizike dhe të zhvillimit lëvizor tek fëmijët prej moshës 7 deri në 11 vjeçare. Me një mostër reprezentative për krejt Kosovën, edhe reprezentative edhe geografikisht, të më thënë me shtrirje geografike që e përfaqëson krejt Kosovën. Mirë. Shkaktor mujnë me qenë shumë, po ne jemi nisë nga një parim që me i parapri, me i po cilat mund me qenë shkaktor të kryesor. Pra ajo që ne kemi dash fillimisht me po se si është gjendja aktuale e fëmijëve, pra kemi pas një projekt që e thatë edhe më herët, ka qenë me vërtetu statusin e rritjes e zhvillimit lëvizor edhe antropometrik të secilit fëmijë në Kosovë. Pra, fillimisht ideja ka qenë që me po cila është gjendja edhe mandej mbi bazën e gjendjes reale ekzistuese, me i po mandej edhe shkaqet ose faktorët. Ne jemi përpjek që me bo matjet standarde, me bo matjet me sa ma pak gabime në teren. Çfarë parametra kanë qenë, në çfarë matje janë bo? Parametrat janë bo fillimisht parametra antropometrik, ku ka qenë lartësia trupore, masa trupore edhe disa faktorë tjerë, por që na mandej jemi fokusu të qëto 3 parametra themelor, dhe për thonë me gjatësinë dhe masën trupore, që kemi nxjerrë edhe indeksin e masës trupore, si një tregus standard ndërkombëtar, edhe mbi bazën e saj mandej kemi bo edhe krahasimet e rezultateve. Gjithashtu kemi marrë edhe disa teste të aftësive lëvizore, të cilët masin bazën e përgjithshme lëvizore ose koordinimin e përgjithshëm lëvizor. Testi standard quhet KTK test, aplikohet shumë vite më parë në botën shkencore. Gjithashtu kemi bërë edhe disa teste si që është kërcimi nga vendi gjatësi, një parametër që tregon për forcën e fëmijëve në përgjithësi. Ne kemi pasur se rezultatet nuk janë mjaftueshëm mirë, për shembull te baza përgjithshme lëvizore. Profesori Liri ka pas edhe studimin e doktoraturës në qëtë pjesë të studimit. Mirë po mundemi me thonë se që këtë test i ka 5 nivele, në nivelin e parë ose në nivelin më të dobët quhet niveli shumë i dobët ose shqetësues, mandej niveli dytë për nga dobësia, dhe më thonë për nga niveli është dobët, mandej është niveli mesatar që quhet nivel normal, mandej nivel i mirë edhe nivel shumë i mirë. Është interesant se fëmijët tonë të pjesa motorikës mbi 70% renditën në nivelin shqetësues, në më thonë shumë dopt dhe dopt. Mbi 70% edhe vajzat edhe djemt janë në nivelin shqetësues dhe nivelin dopt. Mandej një pjesë tjetër e përqindjeve është në nivelin normal, edhe është interesant që vetëm 2 ose 3 individi kemi në nivelin e mirë dhe asnjë në nivelin shumë të mirë. 0.5% në nivelin të mirë. Do të thonë prej 2000 diçka vetave, I kemi individ të cilët kanë rezultate të mira, mirë po ne kategorinë shumë i mirë, ose i shkelqyshëm që i qujmë, nuk i kemi pas asë një individ. Kjo ishte edhe njëherë, ishte, dhe më thonë, aspektin lëvizor. Lëvizor. Aspektin lëvizor. Asë njërë se kemi shumë mirë në 2000. Asë njërë nuk i kemi.